Jemi mësuar t'i shohim kështjellat dhe qytetet e lashta të Shqipërisë si monumente madhështore. Por çfarë ndodh nëse e vërteta më e thellë fshihet poshtë tyre? Nën themelet e kalave të Vlorës, Shkodrës apo Tiranës moderne, nën pllakat e betonit, a ekziston një rrjet sekret, një labirint nëntoksor, i ndërtuar jo nga njerëzit e kohës zonë, por nga hijet e së kaluarës? Në këtë episod të Njerëz e Mistere, ne do të zbulojmë thashethemet, dëshmitë dhe historitë e njerëzve që kanë hyrë në tunelet më të fshehta të Shqipërisë dhe çfarë kanë gjetur atje. A jeni gati? Historiografia jon shpesh thekson mbrojtjen dhe sipërfaqen, por në çdo qytet të vjetër, nga Durrësi deri në Berat, qarkullojnë legjenda për tunele që lidhin kalan me lumin, kishën me detin, apo shtëpinë e një funksionari me shtëpinë e tjetrit. Këto nuk janë vetëm tregime. Mendohet se disa tunele datojnë që nga koha e ilirëve, të përdorura për dalje emergjence apo depozita uji të fshehta. Më vonë, ato u ripërdorën nga perandoria osmane. Megjithatë, pjesa më e madhe e misterit vjen nga një periudhë shumë më e afërt, periudha e izolimit komunist. Regjimi i Enver Hoxhës ishte i fiksuar pas mbrojtjes nga armiku i jashtëm. Përveç bunkereve masiv të shpërndarë në të gjithë vendin, besohet se sidomos në Tiranë, rrjeti i tuneleve sekrete ka arritur kulmin e tij. Thashathemet flasin për një tunel të fshehtë që fillonte nga ish bloku, kalonte poshtë ambasadës kineze dhe përfundonte në malet e Dajtit. Pse? Për të siguruar arratisjen e udhëheqësve kryesor në rast lufte bërthamore apo kryengritjeje popullore. Është tragjike që shumë inxhinier dhe punëtor që punuan në këto projekte të ndërlikuara u zhdukën më vonë, duke marrë me vete sekretin e planimetrive të tyre të plota. Dëshmi nga ish ushtarak dhe roje flasin për tunele kaq të fshehura sa edhe sot shteti nuk posedon një hartë të plotë të tyre. Të zhvendosemi nga qyteti në kështjellat e vendit. Kështjella e Kaninës, pranë Vlorës, është një rast klasik i misterit. Legjenda këmbgul se nga kjo kala fillonte një tunel i gjatë i cili përfundonte në Bregdet, duke siguruar lidhjen me detin edhe në rrethim të plot. Por në kodrat e Përmetit dhe Korçës, historianët kanë dokumentuar një fenomen tjetër, hyrje të fshehta tuneleve që nuk shërbejnë për mbrojtje, por thuhet se për strehim thesari apo kultesh të lashta. A janë këto tunele në të vërtet rrënojat e një kulti të harruar, apo thjesht shpella natyrore të transformuara nga dora e njeriut? Është e vështirë të thuhet me siguri, pasi çdo përpjekje serioze për t'i hulumtuar është shoqëruar me paralajmërime të forta, rreziku i shembjes, ajri i helmuar, apo thjesht frika e thesarit të ruajtur. Në vitet e fundit, ndërtimi i projekteve të reja urbane ka zbuluar pa dashje segmente të këtyre rrjeteve nëntoksore. Ndërtimi i një parkingu të madh në Tiranë zbuloi një pjesë të një tuneli të madh komunist, i cili u mbyll menjëherë nga autoritetet për arsye sigurie. Ky reagim i shpejt ngre pyetje thelbësore. A ka diçka tjetër që autoritetet nuk duan të dimë? A ruajnë këto tunele jo vetëm objekte të vjetra, por edhe sekrete politike të periudhës së luftës apo të diktaturës? Shumë nga këto tunele janë bërë mjedise perfekte për të fshehur gjurmët, nga dokumente të rëndësishme shtetërore deri tek e vërteta e fatit të disa njerëzve. Tunelet e fshehta janë arterjet e nën tokës son, duke ruajtur kujtime që historia zyrtare shpesh i injoron. Ata na kujtojnë se poshtë betonit modern fshihet një Shqipëri tjetër, e mbushur me mister, frikë dhe histori të pathëna. Cili tunel apo misteri fshehtë nëntoksor ju ka ngjallur kuriozitetin më shumë? A dini ju ndonjë tunel të fshehtë në qytetin tuaj? Lëreni mendimin tuaj në komente. Abonohuni në Njerëz e Mistere për të zbuluar misteret e tjera që na rrethojnë. Shihemi në videon tjetër.